Ti dhe namazi i natës. Namazi i natës sot duket ndoshta i tepër sepse a pak po kem punë, angazhime, lodhje gjatë ditës e pastaj të falim edhe natën. Mirë po, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte urdhëruar që ta bënte namazin e natës që në ditët e para të shpalljes. Namazi i natës është vetë namazi i vitrit, por pse të mos shtohet ndonjë rekat më tepër. Ti, vëllai nderuar dhe motë respektuar, me namazin e natës du të keni një qasje krejtësisht ndryshe. Nuk të takon ta falësh vitrin në ditë të dimrit në orën 6 apo 6:30 apo 7. Vitri le të jetë ai namazi që ti e mbyll ditën tënde, respektivisht i dorëzohesh gjumit dhe pushimit me këtë namaz. Namazi i natës duhet të jetë shpesh edhe me qëllim, edhe me alarm, të zgjohesh, ta prishësh gjumin, atë gjumin e thellë, atë pushimin e natës dhe ti tregosh Allahut që unë me ty dhe për ty flijoj gjithçka. Namazi i natës është dritë, namazi i natës është gjallërim, namazi i natës është jetë, është shpërblim, është adresë e të parëve tu që ti pretendon shumë, se i do ata ju ecë mbrapa dhe janë modeli i të jetës.